Besimtarët musliman të Fierit falën namazin taravive të mbrëmjes në ditën e parë të muajit të madhërisëm të Ramazanit. Në xhaminë e qytetit u mblodhen dhjetra besimtarë të gjitha moshave, të cilët në një atmosferë qetësie dhe për kushtimin nisën muajin e agjërimit, sakrificës dhe reflektimit shpirtëror. Ky muaj është një periudhë reflektimi dhe përgjegjësie shoqërore, duke forcuar mesazhet e paqes, bashkëtesës dhe solidaritetit në komunitet, tha Muftiu i Fierit, Mikel Azizolli. Ai përsolli mesazhe paqe, solidaritetit dhe mirëkuptimit, duke theksuar rëndësinë e këtij muaji si një periudhë vetë përmbajtjeje, ndihme ndaj nevojtarëve dhe forcimit të besimit. Gjithashtu kreu i besimtarëve musliman në Fier, Azizolli, theksoi ndër të tjera se Ramazani nis një periudhë reflektimi dhe përgjegjësie shoqërore, duke forcuar mesazhet e paqes, bashkëtesës dhe solidaritetit në komunitet. Profetin alayhi salam bashkë me shokët e tij të nderuar. Këto janë ato vendet që quhen mexhliset e hajrit, ku në një vend të tillë që grumbullohet për përmendur Zotin dhe për të adhuruar vetëm Zotin i vërtet, Allahu i gjallë i përjeshëm, në atë vend zbresin ëngjëjt e Allahut azza wa jalla. Ata zbresin mëshirën e Zotit dhe Zoti i fal të gjithë ata njerëz, aq më tepër që ne në Ramazan e kemi ardhur vetëm për të adhuruar Allahun azza wa jalla. Zoti na drejtohet gjithë edhe i drejtohet në fakt qenies njerëzore njeriu, duke i thënë: "Vallë si po e mohon Zotin tënd, kur ti deri dje ishe i vdekur, o njeri, nuk ekzistoi. Nuk ishe ardhur në ekzistencë. Si e mohoni në Zotin, që pasi ju nuk ekzistonit, ai u solli në jetë, ai ju bëri të gjallë. Dhe pasi u dha jetë përsëri, një ditë do të ndroni jetë. Do të vdisni dhe pas vdekjes përsëri ai do të ringjallë dhe një ditë do të ktheheni tek Zoti juaj, thot Allahu azza wa jalla." Këtej i vazhdon diskutimi i Allahut azza wa jalla me ëngjëjt, ku ai thotë: "Unë do të krijoj një qenie që është për njeriu." Dhe ëngjëjt i thonë Allahut azza wa jalla: "O Zot, ti je ti më i miri, po vallë apo krijon një qenie që do të bësh katarimën në tokë, që do të ndërtë gjatë, do të bëjë çrregullime në sipërfaqen e tokës." Sot ne gjithë jemi dëshmitar që bota është në një çoroditje të madhe. Për vetë faktin sepse njeriu është i çoroditur nga të gjitha aspektet e tij. Dhe ajo që e bën njeriu në natyrshmërinë njerëzore, që e bën atë lartësimin e durrës siç e ka krijuar Zoti, padyshim që është besimi dhe adhurimi i Allahut të vetëm, që e bën njeriu larg çoroditjeve që ne përshojmë anë kënd botës, ku njeriu nuk di çfarë bëj. Herë mendon që paraja ja jep lumturinë, herë mendon pushteti, herë fema, herë shtypja në lumturinë kalimtare, se kjo botë dhe njeriu është udhëtuar në të gjitha mënyrat që jeton. Dhe ajo që e mban njeriu në kënd totë është padyshim besimi dhe adhurimi i Zotit të vërtet, Allahut azza wa jalla, dhe ne besojmë të adhurojmë Zotin, ai që kontrollon çdo